Mirëlin Taku është kthyer të shënojë rregullisht dhe ka tonë të rritën për ndeshjen e dy të radhas me Fanellën e Rubin Kazanit, forma që sulmuesi po kalon do të sjellë një rritje konkurrence këta herë në kombëtare, ku në listën e Silvinjos për dy ndeshje të radhës, një mes tij dhe Uzonit mund të jetë i tepërt. Me shumë mundësi në fundin e kësaj jave do të shpallet edhe lista e lojtarëve që do të kumbullohen për dy ndeshjet e kombëtares në muajin qershor, Serbin dhe Letonin. Një prej dilemave të Silvinjos janë dhe emrat e sulmuesve që do t'i besohet një ftesë këtë radhë. Nëse Manaj dhe Proja kanë një probabilitet të lartë për të qenë në listë, atëherë mund të kemi një dualitet mes Uzunit dhe Takut. Nëse Silvinjo plotëson të arsyeshme që të thras 4 sulmues pa përfshirë ata të krahut, diçka që duket shumë e vështirë, atëherë mund të shohim të dy, edhe Takun edhe Uzunin. Por nëse numri do të ulet, do të kemi një rivalitet mes tyre. Daku që po shënon dhe po shfaqet në formë gjatë ndeshjeve të fundit me klubin e tij në Rusi, dhe Uzuni, i cili luajti në të dyja sfidat e kombëtares në muajin mars, ku madje shënoi edhe një gol.